Shikues të nderuar, përshëndetje. Sot dhe çdo ditë tjetër është motoja e programit që tashmë ka filluar në tërë Republikën e Kosovës, kushtuar dhunës në bazë gjinore, e cila tashmë është lancuar në tërë Republikën e Kosovës, por ky mendim vazhdon të dominojë në Skënderaj. Ky qytet është kryesori për PDK-n sa i përket mbështetjes nga qytetarët, duke u konsideruar historikisht bastion i kësaj partie. Në zgjedhjet e fundit parlamentare në Kosovë, PDK-ja kishte marrë 76% të votave të këtyre qytetarëve, ndërsa në ato të vitit 2017, së bashku me AOK-n dhe Nisman kishin marrë 83.7% të votave në këtë qytet. Më së shumti vota në Skënderaj, PDK-ja kishte arritur të marrë në zgjedhjet e vitit 2014, gjithsej 90%. Drenicasit edhe kësaj radhe janë të bindur që në Skënderaj do të dominojë PDK-ja. Çdo ditë tjetër është motoja e programit që tashmë ka filluar në tërë Republikën e Kosovës, kushtuar dhunës në bazë gjinore, e cila tashmë është lancuar në tërë Republikën e Kosovës, por Kopshti numër 45 në zonën e Celitës në Tiranë është përfshirë nga zjarri mes ditën e së martës. Fëmijët janë evakuar nga punojësit e këtij institucioni dhe shërbimi zjarfikës. Për fat të mirë nga zjarri nuk ka të lënduar, po ashtu raportohet se nuk ka dëm me materiale. Shërbimi zjarfikës raporton se shkaki i këtij zjarri është një shkëndijë elektrike që ka djegur kabujt në mjediset e brendshme të kopshtit. Flakët janë vënë në kontroll nga 2 ekipet të zjarfikseve dhe inxhinierët e OSHE-s po punojnë në riparimin e automatit që në kopsht nis frekuentimi normal ditën e nesërme. Çdo ditë tjetër është motoja e programit që tashmë ka filluar në tërë Republikën e Kosovës, kushtuar dhunës në bazë gjinore, e cila tashmë është lancuar në tërë Republikën e Kosovës, por sot në shkollën e mesme teknike Presheva ishte paraparë mbledhja e këshillit të shkollës me fillim prej ora 10, por mbledhja nuk filloi në orën e paraparë, pasi drejtori Islam Jusufi pretendonte se 4 antarët e këshillit nuk ishin valid, edhe pse ata posedonin dokumentacionin e lëshuar nga sekretari i Kuvendit Komunal, me të cilin vërtetohej se ata akoma janë antarë të këshillit. Situata u tensionua në momentin kur drejtori Jusufi kishte ftuar policin pa asnjë arsye, por me tendencën, friksimin dhe kërcënimin ndaj antarëve të këshillit të shkollës. Edhe policia konstatoi se antarët e këshillit ishin valid, duke vazhduar më pas me mbajtjen e rregullit dhe qetësisë. Antarët e këshillit, pavarësisht kërcënimeve, treguan maturit duke e shtyrë mbledhjen për në orën 12, edhe pse kërcënimet pra vazhdonin që mbledhja të mos mbahej në objektin e shkollës. Në ndërkohë, mbledhja u zhvendos në zyrën e sekretarit. Në këtë mbledhje në rendite ishte propozuar shkarkimi i kryetarit të këshillit të shkollës, Selami Mustafa, dhe pika e dytë, emërimi i kryetarit të këshillit të shkollës, ku ishte propozuar Ismet Kadriu. Në këtë mbledhje, 6 antarët e këshillit të shkollës në mënyrë unanime votuan për shkarkimin e kryetarit të shkollës Selami Mustafa dhe emërimin e Ismet Kadriut. Pas këtij momenti, kryetari i sapo zgjedhur Ismet Kadriu ka proceduar me mbledhjen duke propozuar shkarkimin e drejtorit Islam Jusufi për arsye të bllokimit të punës të këshillit të shkollës, kërcënime verbale, mos lejimin e mbledhjes në hapësirat e shkollës, thirrjen e policisë pa asnjë arsye, shkaqe këto që detyruan antarët e shkollës që mbledhjen ta mbajnë në zyrën e sekretarit. Në fund u konstatua që mbledhja e radhës të mbahet kur të krijohen kushtet. Nënshkrues të dokumentit ishin Ismet Kadriu, Burim Imeri, Esat Rahimi, Ekrem Arifi, Bashkim Ameti dhe Lavdrim Nuhiu. Në fund u konstatua se mbledhja e radhës do të mbahet kur të krijohen kushtet normale. Çdo ditë tjetër është motoja e programit që tashmë ka filluar në tërë Republikën